Përshëndetje, dashur shikues të transferimet, sot jena në Mitrovic për herë të parë. Afër me është një figurë shumë interesante, shumë e veçantë. Është një vajzë nga Mitrovica, po që jeton në Gjermani. Pas që luan futboll shumë mirë, din me bo stila dhe gjithçka me top që unë s'kam parë herë. Afër me Adelina Hyseni, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ty. Adelin, pyetja e parë është, çka është futbolli për ty? Futbolli për mua është një pasion. Kam qenë shumë herët në futboll me 6-7 vjet, kam hyrë në ekip të vajzat. Gjermani? Po, tani kam vazhdu të djemt, tani apet kam shku të vajzat, edhe kam luajtur deri 17 vjet, me 17 kam përfundu, e tash e baj si hobi, content. Do të thonë që Sosana me top i ki mësu për gjatë 17 viteve, Po. Tash e ki mësu ma shumë, apo ç'ka shku që Tash kam mësu edhe ma shumë. Po, a? Po, mësuhet njeri gjatë, ma shumë. Ka zëna gjatë kësaj karrierës deri 17 vjet. Aha. A mendon që ke pas potencial në të bo futbolliste, themi e famshme në Evropë, me lyt në shtahon për kombëtar, qoftë Kosovë, Shqipëri, Gjermani? Çu ke cilësu veten atë kohë? Besoj që po, me pas disiplinë, adin, me nejt vetit gati, kisha mujt me arrit gjithçysh, po su bo puna qashtë. E ke lënë për arsye personale? Po, për arsye personale, familjare e kom lënë, është Okej. pak një pjesë ma e gjatë historia, ma emocionume, nuk foli, s'kam qef me fol për çit pjesë. Po më rëndësi futbollin e ki, Amor- hala pasion? Po, Super. çam hala pasion e A kam. këshur tash futboll? A i shep shembull Kosovën, Shqipërinë, ndoshta Gjermaninë, Po, Gjermaninë, Shqipninë, që kanë Shqipnia që ka luajt Euro 2024? yes, që ka luajt kundër Italinë, Kroacinë. Je kon stadium? Çu të do atmosfera? Super, shqiptarët e kanë përkrah Shqipninë fenomenal. Super. A mendon që mundet Shqipëria me shku edhe në një kampionat botror, edhe Kosova ndoshta? Sa i ki përcjella, duket që ka ndoshta potencial me shku edhe Kosova? Potencial, Kosova e Shqipnia. Dyat, Kosova e Shqipëria. Shqipnia ka potencial 100% me shku, besoj që po. Edhe Kosova pak ma ranë Pak ma ka dalë, po, pak ma ka dalë, Shqipnia po. Ka zëna për klube ndërkombëtare, klube në Evropë. Kina ekip ma simpati, ndoshta që e ki përcjell ma shumë në klub. Parisin. Paris Saint-Germain. Paris. Kena tifozën e parë të Parisit, edhe për fat jeni në finale, për herë dytë në histori. Ka zona pse Parisi, atër ka zonë çka mënon për finale. A ka shpresë me bo kampion për herë të parë? Besoj që po. Besoj që Parisi fiton me Inter Milan. Rezultatin? 2-1. 2-1 kom thonë dhënë, nëse ja 2-1. qellojmë, vohet Yes. bashkë. Ka zonë ta bëj një pyetje për Parisin. Do të thonë ekipon ndoshta vitet e fundit e ka pas Neymar, Messi, Mbappe, tre futbollistat kalibrit botror, i shiti tret. E tash është finale, tash po duan hala më mirë. A është kjo interesant për ty, pse mendon që ka ndodhur, çu është këtë situatë Parisit? Këta tre që janë kanë shumë në gjermanisht thonë Superstar. alfacia, superstar, si cili ka dashur me Ego. golla, ego në din, e s'kan mujt, e tash është shumë më mirë, shumë më bot A mendon që ka pas rol trajneri Luis Enrique këtu? 100%. Ka ditë me menaxhu atë 100%. harmoni? Trajneri gjithë ka adin pjesë që menaxhon. Po, Menaxhon. ekipin, po. Yes, ka shumë, Kështu që po thu Parisi kampion. po, 100%. Krahas kësaj, Adelina që thash, përpos që këtu futboll ka pas karrierë, është shumë e veçantë për çka bën me top. Përpos që din me mat me top, që ndoshta është diçka bazike, din me bëj gjithçka me top edhe me shtiklla. Edhe me shtiklla. Që kjo është shumë e veçantë, ka zëm çuçi keni sto me shtiklla, çush mund është me shtiklla. Unë do këtë vështirë që është esni me shtiklla, lemo me top. Që kam qef futbollin, sportin, gjitha kom pas qef, po edhe kam qef mu vish fustana, mu ly, e kështë, edhe thash pse ju me kombinu të dyat. Do të thonë you embrace your feminine side on football. Yeah, S'keni nevojë vish trajner, ka? Po, jo. Kam qef edhe feminin, mu kon femnore, Okej. ama edhe me bo sportin. Nuk do me thonë veç që je femnore, Po. nuk mundesh me bo sportin. Mos i përmend e femërore, një mesazh për vajzat Kosovë dhe Shqipëri që kanë ëndrrën bu futbolliste. A mendon që është diçka, thonë, me imposhto paragjykime që kanë qenë gjithmonë futbolli veç për mashkuj, Po. që është këtë farë zhvillimin e futbollit edhe për femra ku Unë fundit. besoj që paragjykime ki gjithë, do me thonë që veç duhet me vazhdu punën, nuk ban mu dorëzu, edhe këtë kini ëndër, duhet me shku Përpara. përpara, edhe ëndër me njek, hiq mos i nga që thuajnë tjertë, veç vazhdo ëndër tonë. Nga në Adelinën, Adelin tash është koha me na kallëzu çka din me bo me top, i kena këtë çikust kurioz. Aha. A shkojmë? Shkojmë, Shkojmë. hajde.